përveç suhia e barë të dhëmbjen unë që rrugos ati themeltar i shtetit Kosovës, ati themeltar i LDK-s, brezat e ardhshëm do ta kenë frymëzim, sepse vepra e tij që tash është histori, brezat e ardhshëm do ta vlerësojnë dhe rivlerësojnë dhe pjesën krijuese letrare, kulturore, që është një miras për gjithë kulturën e nacionit, të kombit. Unë e kam shkruar një libër, pa është libër i pambyllur, është libër i hapur, pikërisht për këto që thash më përpara, sepse vepra e Rrugovës është një krye i gjallë, nga i cili buron dia dhe frymëzimi e një zemre të hapur. Jorge Luis Borgesi, një shkrimtar i madh Argentinas, ndoshta ndër më të mëdhenjtë të shekullit të 20. E patën thirrë të monte një konferencë publike për Wilhelm Shakespeare, para Remsin e tij të madh, një nga shkrimtarët më të madh botëror. Dhe Borgesi, jo se njefte mirë Shakespeare-in, po pikërisht pse njefte, dolin foltore, edhe për 5 minuta rresht, ose përshpëriti, ose foli me zot pak më të lartë, nga një herë edhe ngriti zërin, dhe e tha vetëm një fjalë, Shakespeare. Edhe unë po përsërisht Rrugova. Rrugova krijues e studiues, i veçantë, e përfaqësues i një brezi, qarku kulturor i Prishtinës, kulturë, letërsi, kritik dhe teori alternative, jo sot realiste, strukturaliste e post-strukturaliste. Teksti e jo konteksti, estetika, shprehja, figura. Rrugova politikan, humanist i duruar, i matur e trim. Pa përsëritshëm model. Lidhja demokratike e Kosovës, trashëguese dhe garantuese e rrugovizmit. Shojnë a ke ndjelin disa e si dikur. Lidhja demokratike e Kosovës mbetet e para, nacionale dhe demokratike. Presidenti historik i Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, ikone pavarësisë së Kosovës, Dardanisë antike, pavëzuesi e arkitekti, shenizuesi, identifikuesi shtetit, flamuri, stema, himni. Një ndër burrat e rrallë të kombit shqiptar, ndoshta më i rralli ndër shekuj e fundit.